Në një proces zgjedhor ajo që manipulohet me letë është vota e atyre që e hedhin për herë të parë, siç është rasti i maturantëve, dhe kjo zgjidhet në mënyrën më të thjeshtë, duke ju paguar shpenzimet e fesës së maturës. Kjo situatë zë një hapësirë të konsiderueshme në raportimet e qytetarëve, ku më problematike është Vora, Rësheni, Kamza apo Lezhë. Përdorimi i ekskursioneve dhe maturave shtetërore, sponsorizimi i tyre nga kandidatë elektoral, të cilët në një farë mënyrë kanë tentuar dhe të marrin votën e 18 vjeçarëve, tërë në Kukës dhe në Kamës, është konstatuar edhe një tentativë për të lehtësuar provimet e maturës, për të dhënë mundësi për të futur në provime edhe nxënës të cilët më parë kanë qenë të anoncuar si ngelës, dhe kjo me dëshirën për t'i marrë me të mira ose për të krijuar një situatë pozitive kundrejt një vote për një kandidat të caktuar. Nga 200 raportime qytetare që kanë mbërritur në portalin Zalart, drejtuesja e këtij projekti, Aranita Brahaj, shprehet se numri kryesor i raportimeve ka të bëjë me rastet e keq përdorimit të administratës, por duke mos lënë pas as denoncimet për shitblerje vote. Kundrejt totalit të denoncimeve, rastet të blerjes së votës janë vetëm 12, edhe këto raste nuk përbëjnë kontekst tipik, nuk janë të verifikuara për momentin. Por lidhur edhe me eksperiencën që ne kemi nga realizimi i projektit Zalart në procesin zgjedhor të mëparshëm, pra procesin 2013, konteksti i blerjes së votës intensifikohet, bëhet më i dukshëm në javën e fundit të fushatës zgjedhore. E nuk mund të mbeteshin jashtë denoncimeve as KZAZ-t dhe mjediset e papërshtatshme, në të cilat ato do ngrihen si rasti godinave të shkollave. Kemi disa KZAZ për të cilat është parashikuar të funksionojnë në ambientin ku janë edhe shkolla publike të mesme, të cilat në datën 19 do të jetë përfshira në proceset e provimeve të maturës shtetërore. Nëse këto KZAZ, që janë institucione të rëndësisë së veçantë, do të jenë njëkohësisht edhe institucione të maturës shtetërore, pra do të ketë dy institucione të përfshira në të, atëherë do të kemi vështirësi për të pasur një proces të rregullt dhe një dorëzim të materialeve zgjedhore me rregullsi. Për sa i takon sektorit publik, nga denoncimet rezulton se administrata urdhërohet për të marrë pjesë në mitingje elektorale, siç janë raste tipike të largimit të bluzave të bardha nga spitalet për të marrë pjesë në takime elektorale, ku raste të tilla raportohen në Mirdit, Berat, Librazh dhe Fusharrës.